Flamurtari është shpallur kampioni i Shqipërisë në basketbol për femra për edicionin 2024-2025. Vlonjatet fituan 3-0 serin e finaleve play-off kundër Tiranës për të kurorzuar me titullin kampion një sezon të shkëlqyer. Vajzat e drejtuara nga Gim Dalipi e shfrytëzuan mbrëmjen e djeshme më së miri për të mos falur në shtëpinë e tyre. Flamurtari triumfoi me rezultatin 63-53 për ta mbyllur me fest përpara publikut vlonjat. Ky trofej tret sezonal për bregdetaret, të cilat më parë kishin fituar edhe Superkupën e Shqipërisë, si dhe Ligën Unike. Nga ana tjetër, Tirana i lëshon fronin Flamurtarit, teksa e kishte marrë një vit më parë, duke mundur vajzat vlonjate pikërisht në finale. Vlonjatet u futën që në fillim të vendosura mirë në fushën e lojës dhe me uri për ta mbyllur historinë e finaleve me 3 takime në fushën e tyre. Flamurtari tregoi pari muskujt që në periudhën e parë, duke fituar 20-17 përballë një Tirane me rendiment tepër të ulët ofensiv që duke e dorëzuar. Vendaset morën çerekun e dytë 15-9, duke shkuar në pushim në avantazhin 19 pikë në shifrat 35-16. Flamurtari e kontrollon mirë lojën në periudhën e tretë, fraksion që u mbyll me shifrat 17-16 me vlonjatet që udhëheqin 52-32 pas 30 minutash lojë. Tirana i zbut disi diferencat në çerekun e fundit, të cilin e merr 11-21, por në shifra të përgjithshme, suksesi u takon bregdetareve me 10 pikë. Pas ndeshjes për televizionin 6+1 Vlora, me mjaft emocione, është shprehur kapitenja Tea Memushi, e cila tha se është e lumtur dhe se titulli ishte synimi kryesor. Po, kampionati është titulli që ne synonim që në nisje të sezonit në shtator. Vjen pas një fitore tjetër të Ligës Unike në Vlorë, kështu që edhe kampionati na gëzon edhe më shumë, jo vetëm Liga Unike Shqipëri-Kosovë, por edhe kampionati kombëtar. Jemi të gjithë të emocionuar si që e shikoni, edhe publik kishte gjithashtu. Unë dua të falenderoj me thënë të drejtën këtë ekip të mrekullueshëm që kemi kaluar shumë mirë brenda fushës, jashtë fushës, me një dëshirë, me një seriozitet për të finalizuar këtë sukses që jemi këtu sot. Trajneri vlonjati Flamurtarit Agim Dalipi nuk i fshe emocionet pas titullit kampion. Tekniku i Flamurtarit në prononcimin e tij pas triumfit përgëzoi vajzat e skuadrës. Shumë i lumtur jo personalisht, po për skuadrën, për djersën, për mundin që këtë sezon vajzat kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë më të mirë për qytetin e Vlorës, e cila ju rikthye kupa e titullit kampion, për tifozërinë, për të gjithë. Nuk gjej fjalë. Në mënyrë të veçantë falenderoj dhe kryetarin e bashkisë për ndihmën e madhe që na ka dhënë, për mbështetjen që na ka dhënë dhe do na japi, dhe suksese në të tjera, dhe për njëkohësisht dhe për kolegen time, dhe Elonën dhe si drejtuese dhe si kolegë trajner. Drejtuesi e klubit Shumë Sportësh Flamurtari Elona Hasanaj tha se ky ishte një super sukses nga skuadra vlonjate, teksa theksoi se ndeshja e fundit ishte edhe më e bukura. Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Një superkup, një super ligë unike dhe një super kampionat, një super ndeshje. Ishte ndeshja më e mirë që kemi bërë në gjithë kampionatin. Kjo ndeshje ishte një falënderim për bashkinë, për kryetarin në veçanti, për Risatelin, për gjithë sportdarësit vlonjat. Dhe një duartrokitje dhe një falënderim i jashtëzakonshëm shkon për vajzat e ekipit të Flamurtarit që kanë qenë heroina në të gjithë të kampionat. Për trajnerin, për profesor Agimin. Faleminderit edhe juve që keni qenë në çdo ndeshje bashkë me ne. Faleminderit. Kështu Flamurtari kurorzoi me sukses titullin kampion për sezonin 2024-2025. Mund të themi gjithashtu se ky është titulli 26 kampion që e dërgon numrin e trofeve të fituara që nga viti 1977 në shifrën 80. Janë 26 titull kampion, 21 kupa Shqipërie, 15 superkupa, 16 kupa federate, një superkup mbar kombëtare dhe një kupë Ligës Unike.